Mbrëmjen e 14 janarit të 1999-s, sofra e iftarit mblodhi 10 trabanor brenda kësaj shtëpie në Reçak të Shtimës. Por, për disa prej tyre, kjo ishte darka e fundit. Të nesërmën e 15 janarit, në orën 7 të mëngjesit, u zgjuan nga gjumi për të frymuar vetëm edhe pak minuta. Këtë derë që tash është mbyllur, dikur, forcat serbe kishin hapur për të hyrë në shtëpi e për të vazhduar me vrasjen e civilëve shqiptar. Atë ditë lufte, me shqelma e me tyta armësh, serbët hyn edhe në shumë shtëpi të tjera përreth. Tmeri nuk e ndalën, deri kur vranë mizoresht 45 banor të këtij fshati, fëmijë të rritur e pleq. Me shkrepje armësh, ata kishin rrethuar edhe shtëpinë e Sadek Osmanit, në të cilën ishin fshehur 40 persona, disa në Bodrum e të tjerë në Ahur. Kryefamiljari Osmani nuk i shpëtoi plumbave. Bashk me të, u vranë edhe bashkëfshatar tjerë. Krejt këtë ngjarje, e pa e s'kishte që të bënte motra e tij, Sadia Ramadani. Në përvjetorin e 27 të masakrës së Reçakut, ajo u ngjitë drejt kompleksit memorial. Këtu thot se i bashkohen dhimbja e krenaria, teksa sheh të gdhendur emrin e vëllait të rënë për liri. Edhe vetë kjo thot se mezi shpëtoi. Janë hinje me rend 3 polis aty mrenë atë na, ta tjerë të i rejë atje jashtë. Tu na shoh, tu na thonë shka mësë. Po, qështu me na preks na kanë preka, dyqaja konë ma e mira për njëve. Civilët që u plagosën e u lënduan teksa përpiqeshin të iknin, ishin mjekuar nga Mehmet Ali Begu dhe Rushdi Haxha. Këna punu në shtëpi Shëndetit Shtimës, edhe është konë e të mërshme, ato momente me kujtu e sot të tërqethësh. Që tash në kutën gëzimin, ma por kem pos tragedi e dhinimin. Disa prej të mbjetuarve luteshin pranë varreve të familjarëve të vrarë. Këtë ritual fetar tashmë mund ta bëjnë lirisht edhe në xhaminë e fshatit për dallim nga lufta. Atëherë, aty për 1 muaj qëndruan kufomat e të masakruarve. Ani pse tmerin e luftës nuk e përjetuan vetë, buqeta lulesh vendosën edhe të Vegjlit. Por që në kujtesën e tyre të ngelet gjithmonë historia, por edhe të dënohen fajtorët, familjarët po kërkojnë drejtësi. Dëshmitorët janë të dikë. Logje në Reçak si cilla logje i ka dëshmitorët e vetë. Kapak, ta ishte të unin kënë 5 vektë, veqën e kënë. Po nështë sa bo ma mjaftu shumë, po i më të kejna që bo të alo ma mirë. Në dhjetor të vitit të kaluar, Çedomir Aksi që u dënua në munges me 15 vite prapa grilave në akuzat për pjesëmarrje në masakrën e Reçakut. Për të njëjtën vepër penale, në fund të 2025-s, Prokuroria Speciale ngriti akt akuzë në mungesë edhe ndaj 21 personave.